Ju përshëndes nga Selaniku, kjo është udhëtimi im I parë për 2026. Data është 2 dhjetor dhe sapo erdhëm në hotel, kemi ardhur me makinë dhe kemi ardhur si familje të katër kësaj radhe. E kemi nisur mbar 2026 dhe një nga qëllimet që I kam vendosur vetes është që të postoj më shumë në YouTube. Për shembull në dhjetor humba 2 fluturime. Jo, unë shkova në fluturime, por humba 2 vlogje për t'ju treguar juve, një në Milano dhe një në Rom. Por nuk kam çfarë të bëj, në pamundësi të lodhjes, doja të merrja pak veten të relaksohesha dhe nuk e kisha mendjen që të filmoje, por që kësaj radhe do përpiqem që të postoj sa më shumë. Edhe tani do rregullim pak këto gjërat shpejt edhe do dalim. Mesi po pres të dal të shoh qytetin sepse është hera ime e parë që vi këtu në Selanik. By the way, kjo është veshja që kam zgjedhur për sot. Edhe më pëlqen ka shumë që ky telefoni 17 Pro Max ka si opsion që kur e kthen nga para kamerën, nuk ka nevojë që ta mbash dorën në këtë pozicion. Por mjafton ta mbash kështu. Ja, shifeni, është shumë nice. Pjesa e magneteve është pjesa më e bukur në udhëtim, edhe pjesa më e vështirë njëkohësisht, sepse ka shumë gjëra të bukura dhe si këtë zgjedhje. Ne morëm si përfundim morëm 2 ato magnetet që ju tregova pak më para, edhe një varse të çelësash për Luisi. E kam një me top, po koleksion. Ja dhe ja ka më 5000. Tani doli dhe perëndimi është shumë bukur. Shumë bukur. Ania e piratëve. Ania e Kapiten Grinchit. Ania e Peter Panit. Unë jam Peter Pani. Qa Peter Pani? Unë jam Wendy. Qa Wendy ti? Ti ajo zana, se s'mën do ta asnjë. Sa bukur. Jam kapiten. Hi teddy bear. Hi. Është më e kuqe. Ikëm të këta hotelit vishte Luisi qubi, se Luisi me çoria del pa çub. Ne erdhëm përsëri këtu te qendra. Edhe jemi ulur këtu afër, kemi zjarr, do porosisim suflaqe, me si po pres. Dhe of course kola, bile se dhe kota e kam me kola. E kam porositur e pul, preferohen time. Edhe jam shumë e uritur se nuk kam konsumuar asgjë gjithë ditën. Cola, my favorite drink. Vitam përdi me ama. Jo. Aha. It's life. Volop. Kjo është jeta. Jemi këtu te Starbucks edhe dam një porosit të vogël se na kishte rënë sheqeri pas gjithë asaj kripe, pas gjithë asaj ëndyrë. Shikoja. Yummy. Këtë dorë. Sa po erdhëm në dhomë, u ndrova me shapishamen me zemra sot, edhe do pasur fytyrën do laj dhëmbët edhe do ja fus qumën. Okej. Do të futem brenda. Jo, të se ka blerë akoma, po ka blerë pala atletën, të në. Atë që po më tregoje. Dhe ti shumë pak atletën. So, where can I get? Me realin, ti gëzosh. Se këtë me. E ka në kancelari, po ishte 19 euro dhe rrotullohet. Ajo ishte... Ma po me dha mami të blia I blok.
Edhe I thash të merr ti ve këto së se do të ti merrte më. Je si punë në triko, kështu. Me si po presi shoh Luizi do na bëj një unboxing se çfarë s'ka bler. Ne nisëm ditën sot te kjo qendra tregtare që është Kosmos, është në autostradë, edhe është gjigante me këto firmat e bukura. Don't look here. Sephora. Unë kisha një listë shumë qelë për të blerë të Sephora, por nga që bleva disa rroba të tjera, edhe thash okej, varja, kam mjaftueshëm të Sephora. Edhe unë në fakt në plan nuk isha të blija rroba, sepse para 2 javësh kur isha në Rom, harxova mjaftueshëm lek. Jo, sinqerisht harxova shumë lek kur isha në Rom e thash të blija gjë tjetër, po çfarë të bëj që ato rrobat, një nga ato janë dhe këto strecet. Që I vesha direkt, sepse me si pa pres të bëj foto, s'kam bërë si foto sot ora 1:30. Ndërkohë që zontet vinte te Kosmos I tha s'ka do një gjë të veçantë. E po nuk doja të prishja leko, Luisi. Burginjen. Tani ne do ikim te qendra. O sot bebusha. Ikni o bebusha. Bebush disa. Vendosëm që të uleshim këtu te Starbucksi për shkak se kishim pamje nga deti, kishim edhe të groset, së është pak ftohtë jashtë, edhe bëra gabim, si gjithmonë bëra gabim që vi këtu te Starbucksi, sa herë ulem, sa herë shkoj në këto vendet e tjera, dhe nuk do vi asnjë te Starbucksi dhe prap erdha, po kësaj radhe erdha vetëm për panoramën, sepse kjo Starbucksi është fiks për amerikanët. Janë shumë të ëmbla pijet, I bëjmë me shumë sheqer, nuk më nqisin fare. Asnjëherë nuk e përfundoj pijen. Nuk bëjnë fare. Hajde njëherë do një ëmbëlsirë si të shmora dhe dje, po prap dhe ato janë shumë të velta. Janë shumë të pashëndetshme, nuk janë asgjë nuk e kanë shumë të mirë që t'ja vlej. Edhe nuk ka vlen fare pagesat që bëjmë. Thjesht hajde, pamja shumë e bukur ama. Kemi deti. Është fiks tek vendi ku ishim dje që bëm këto foto, që ishin këto spukurimet e vitit të ri. Do thënë jemi te sheshi kryesor, le të themi. Dhe panorama shumë bukur, kam dalë vetëm me babin. Se të tjerët që nduran të shplodheshin pak, donin të shplodheshin që nduran të hoteli. Jemi duke ecur te kjo pedonalia, që janë këto dyqane luksoze dhe Nike, Adidas kështu me radhë. Edhe Luisi u fut këtu te Nike përsëri me pjesën tjetër të grupit. Nuk u ngopën me rroba. Unë po pres këtu jashtë me babin, se nuk është se dua të blej ndonjë gjë tjetër, se për momentin jam e kompletuar. Edhe këta janë futur në një dyqan sportiv, kështu që nuk është shumë në shjetë e mia. Shoh pak? Prita shoh pak? Sa kapele bukur ta gëzosh, prit se e bërë shumë combination sot. Prit? Prita të shoh? Prit, jeni telefon. Luisi? Aman të të shoh pak. Hajde të bëj një foto. Luisi bleu një kapele dhe një bluzë tjetër, po nuk më la t'i filmoja sepse ishte shumë I ngarkuar. Dhe do të bënte xhiro edhe s'kishte nerva të filmonte këtu bashkë me mua dhe unë nuk do e filmoj më asnjëherë. Asnjë video s'do I tregoj më Luisit. Ne u ndam gocat bashkë, çunat bashkë, edhe çunat erdhëm këtu te kafja ku konsumuam suflaqe dje dhe gocat qëndruan te Zara. Edhe unë supozoj të qëndroja te Zara, po ndojta pak, po sinqerisht nuk rrihej, kishte shumë njerëz nga që kishte ulje. Edhe nuk isha që të bëjmë, qëndrova më, edhe erdha këtu, për një shotiti, erdha këtu te Gjirot, edhe përësita Gjiro me mishpune, mëra dhe kola, dhe ishta mbaronin punë goca, të nuk isha vdekur për bukë dhe bëra një zjedhje shumë të zjuar. Erdo, vërdi se.
këtu jemi në Janin. Sot u zgjova shumë shpejt, më shpejt se zakonisht. Tu kemi ardhur për të konsumuar suflaqe, po pse nuk u futëm brenda? Se ishte shumë shtrejt. Do e pres. Ndrim plani do e konsumojmë drekën në një vend tjetër, ndoshta më brenda qytetit të Janinës, sepse këtu është periferi. Këtu është kjo për karburantin, është edhe ky vendi për kafe. Në një snack si për market i vogël, edhe këto suflaqet. Nuk është vendi më perfekt. Jam shumë e uritur, edhe pse konsumova një mëngjes mjaft të bollshëm, po futem brenda më mirë. Nuk që një hapur makina. Kam mbyllur papi. Ki do qëndroj këtu jashtë me sa duket mes qiut. Po bie sinjali i makinës. Po bie sinjali i makinës nga kjo goca këtu. Benzo! I'm a big boy Benzo! A do në usin e ku që në kemi Po. në mirë pa në telefon. Go away! Vesi është fiksuar me Sprite këto kohë të fundit. Dhe Fanta. E Fanta. E limon. Capriccio, give me one capriccio.